Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'd. Vëllezër, ndersën e kaluam përfunduam shpjegimin e librit të Sejru ila Allah wa Dari l-Akhira të Sheikh Abdulrahman ibn Nasir as-Saidi, rahimahullah, këtij dietarit madh, dhe përfituam dobi të rëndësishme lidhur me rrugtimin ton, shtektimin ton drejt Allahut edhe botës tjetër. Dërsa sot, vëllezër, me lejen e Allahu subhanahu wa taala dhe me ndihmën e tij do të fillojmë me shpjegimin e një libri që është po aq i rëndësishëm se sa libri që e kemi marrë në derset e kaluara, që është një prej shkrimeve, librave më të çmuara të dietarëve tanë të hershëm. Pra është një libër, do të thonë një shkresë e shkurt, por jashtëzakonisht e thellë, me kuptime madhështore. E këtë libër, vëllezër, e ka shkruar dietari i madh Ibn al-Qayyim al-Jauziyja rahimahullah, me titullin, apo që ja kanë lanë më vonë njerëz titullin që është botuar me këtë titull, Risalet Ibn al-Qayyim ila ahadi ikhwanihi. Një letër, një shkresë e Ibn Qayyimit drejtuar njërit prej vëllezërve të tij. Ky libër, vëllezër, Ibn Qayyimit rahimahullah, kjo shkresë e tij është një nga perlat margaritaret që na i ka lënë Ibn Qayyimi rahimahullah në neve, edhe janë trashëguar brez pas breze, vëllezër, në umetin islam. Po nuk është vetëm, vëllezër, diçka që lexohet, por janë këshilla, si që ta vrim, që e prekun zemrën e secilit musliman, edhe bajnë thirrje, vëllezër, që na me përmirësu veten tonë, raportin tonë me Allahun subhanahu wa taala, raportin tonë me krijesat e Allahut subhanahu wa taala, me u reformu si njeri, pra me arritat për sësmerin që kërkohet tek secili musliman, pra mu kthy me sinqeritet te Allahu subhanahu wa taala. E Ibn Qayyimi, vëllezër, rahimahullah, si shnihet me diturinë e tij thellë, me butësinë e tij, me mençurinë e tij të rrallë, i shkruan këtë libër një këshill, një përkujtim, një vëllai i tij, i shkruan vëllai këshilla këto edhe porosi, të cilat siç do ta marrim vlen për çdo kohë, për çdo vend, për çdo njeri, për çdo zemër, cila kërkon mu afru sa më shumë te Allahu subhanahu wa taala. Andaj, vëllezër, na e lexojna këto sot jo vetëm si një libër, një trashëgimi që na kanë lanë dietar tonë të mëdhej, por si një pasqyrë, vëllezër, të vetvetes tonë. Don, përmes këtij libri ti e sheh se ku je ti në raport me Allahun subhanahu wa taala. Çush janë lidhjet tua me Allahun subhanahu wa taala? Si është lidha jote në raport me adhurimet ndaj Allahut subhanahu wa taala? Si është zemra jote? Si është sjellja jote ndaj tjerëve? Cilat janë synimet tona në këtë jetë përkohshme? Andaj, vëllezër, qëllimi është i këtyre ligjëratave që do t'i marrim tani, të kuptojmë mirëfillt, ashtu siç duhet fjalët e këtij dietarit madh, Allahu mëshirov, të zbresim ato në realitetin ton, edhe pastaj, vëllezër, me marr prej tyre udhëzime me anë cilëve na i rregullojmë punët tona, punët e zemrës, punët e sjelljes dhe gjitha punët e jetës tonë, si në raport me Allahun, si në raport me krijesat e Allahut subhanahu wa taala. Andaj, vëllezër, lutim Allahun subhanahu wa taala që këto tubime në mësimin dhe studimin, shpjegimin e këtij libri të jenë të bekume, të jenë sinqerta, edhe të jenë dobishme për gjithë ne. Po ashtu, vëllezër, lutim Allahun subhanahu wa taala që këto këshilla të bëhen dritë edhe udhëzim për zemrat tona, qetësi për shpirtat tanë, edhe shkak që më na afru sa më shumë te Allahu subhanahu wa taala. E lutim Allahun subhanahu wa taala dhe gjithmonë që më na dhanë sinqeritet, e vërtetësinë fjalë dhe në vepra, edhe më na i hap dyert e dijes së dobishme. Por rastisht tham, para vetes se kemi një libër jo shumë të gjatë, një shkresë të dietarit të madh, dietarit verifikues, alamet dietari Ibn al-Qayyim al-Jauziyja rahimahullah, nxënësit e Sheikhul Islam Ibn Taymiyya rahimahullah, gjithë e dini, do thotë, nuk ka nevojë për një paraqitje nga ana jonë se kush ka qenë ky njeri edhe çfarë dije ka pas në fushat e shkencave islame. E këtë shkresë, vëllezër, këtë libër të Ibn Qayyimi rahimahullah ja ka dërguar njanit prej vëllezërve vet musliman, shokëve të tij. Edhe që do ta marrim, vëllezër, këtë libër, Ibn Qayyimin këtë shkresë rahimahullah i ka përmbledh ato bazat për cilat ka nevojë, bazat e këshillave, porosive, përkujtimeve, për cilat ka nevojë secili musliman. Pra gjëra të rëndësishme
Gjanat domosdoshme që duhet muslimani gjithmonë me i pas parasysh, gjithmonë duhet me këshillu veten e tij me to, e pa ashtu çka edhe tjerët. Në veçantë vëllezër që ta marrim në sferën e ikhlasit, sinqeritetin ndaj Allahut subhanahu wa taala, pra që veprat tona t'i kryejmë sinqerisht për Allahun subhanahu wa taala, edhe në sferën e pasimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dy themele këto, dy parime këto të rëndësishme mbi të cilat qëndron feja jonë, vëllezër. Qëndron feja e njerit, për mbi sinqeritet ndaj Allahut edhe pasim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se siç e kemi marrë edhe tash në disa derse e ligjërata, vepra e muslimanit nuk pranohet vëllezër askujt përderisa nuk është i sinqert për Allahun subhanahu wa taala, edhe nuk bëhet sipas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu edhe në këtë libër Ibn Kaimi rahimahullah na i sqaron edhe rrezikun që e kanë dyshimet për njeriu, po ashtu rrezikun që paraqesin epshet edhe pasimi i epsheve. Edhe na sqaron damin e madh që këto dyja ja shkaktojnë njeriu edhe festi nëse ai sprovohet me to. Mirë, po jo vetëm kaq të ta marrim, Ibn Kaimi pastaj na mëson edhe metoda se si me urujt nga dyshimet, edhe me urujt nga epshet, edhe se si njeriu me arritat për sosmërinë e tij edhe më bën njeri mubarak, njeri i bereqetshëm, njeri i begat, i bekum në jetën e vet. Pra si me arrit bereqetin njeriu në jetën e vet, si mu bë pris edhe udhëheq i tjerëve, do të thonë që njerëz të tjerë këtë njeri me e marr si shembull. Si dhe dobi tjera të shumta, porosit shumta dhe të rëndësishme madhështore, për cilat kemi nevojë gjithë ne, pa marrë parasysh kush jemi, me i mësu, me ja mësu tjerëve, me i përkujtu tjerët me to, edhe me punu si sa vëllezër në veten tonë. Andaj vëllezër, fillimisht e falenderojmë Allahun subhanahu wa taala që na e ka lehtësuar me fillu me shpjegimin e këtij libri madhështor, me shpjeguar këto porosi edhe këto këshilla madhështore të dobishme të këtij dietarit të madh, e lutim Allahun subhanahu wa taala që me na dhënë vëllezër sukses edhe me i zgju zemrat tona, edhe me i kthjellu zemrat tona dhe mendjet tona, edhe me i bë të vetëdijshme, edhe me i kuptu mirë këto porosi që na i thot ky dietar, edhe me punu në jetën tonë në mënyrë që me këto këshilla me punu në jetën tonë në mënyrë që me u lumturu vëllezër me pas lumturinë këtë botë edhe botën tjetër. Pra, kjo është një shkresë, si thamë që Ibn Kaimi rahimahullah ja ka dërguar një prej vëllezërve vet, shokëve vet musliman, pra është sikur ato shkresat që i keni dëgjuar dhe keni lexuar në për libra që dietarët e kanë këshilluar njëri tjetrin me to, vazhdimisht. Andaj Ibn Kaimi vëllezër nuk e ka pas për qëllim me bë një libër kështu, siç është domethënë formati i librave i njohur, domethënë me shumë fleta, megjithatë, edhe pse ky libër thjesht i shkurtër vëllezër, në vetvete ka përmbledh dobi aq të rëndësishme, aq të rralla, aq të vyera, saqë nuk i gjen në asnjë libër tjetër të Ibn Kaimit rahimahullah. Andaj ky libër vëllezër, siç do ta shohim, ka një ëmbëlsi, ka një shije të veçantë, e kjo shfaqet veçantitë të ai njeri i cili e lexon vëllezër vazhdimisht këtë libër edhe mundohet me kuptuar ashtu siç duhet. Na dim vëllezër se shpërndarja e dijes fetare, pra me i vetëdijsu njerëzit në raport me Allahun subhanahu wa taala, me fenë Allahu subhanahu wa taala, me dijen fetare është një prej veprave më madhështore vëllezër, me të cilat njeri mundet më u angazhu. Është një prej veprave më madhështore e cila i ngjall zemrat, edhe ju sjell dobi shpirtrave të njerëzve. E padyshim vëllezër që një prej thesarëve më të çmuar që i njeh historia njerëzore, historia e umetit islam, janë edhe librat që ne kanë lënë trashëgimi Ibn Kaimi rahimahullah, të cilat veçohen nga librat e tjera me qartësimet e tij të thella, me kuptimet e tij të hollume, detajzume. Në veçantë ky libër që do ta marrim, i cili ka udhëzime madhështore në aspektin shpirtëror, në aspektin e dijes, për cilat ka nevojë secili musliman. Pra mu njoftu kështu pika shkurta se do t'i marrim gjitha këto se çka përmban vëllezër ky libër, tham përmban këshilla, përmban margaritar, përmban perla, përmban dobi madhështore, porosi madhështore. Për shembull, në fillim këtij libri Ibn Kaimi rahimahullah e këshillon këtë vllahun e vet që ai
duhet t'i kushtoj vëmendje dijes fetare. Edhe pastaj fillon bën edhe ja sjell argumentet ku sqaron vlerën e dijes, vlerën e përhapjes dijes, edhe e këshillon këtë vëllat veten që me kanë i përkushtuar vazhdimisht me mësu sa më shumë për dijen fetare, e që është dija e dobishme. Pastaj Ibn Kaimi, siç ta marrim vëllazër, kalon me një temë tjetër e na sqaron se sa i dëmshëm është gafleti për njeriu. Pra kur njeriu është i shkujdesur në raport me Allahun, në raport me kohën e tij, shfrytëzimin e kohës së tij, në raport me ahiretin, në raport me vdekjen, pra nuk i kushton vëmendje fare, nuk përgatitet. Edhe po ashtu na kujton vëllazër Ibn Kaimi se ta marrim këtë libër se njeriu patjetër duhet vazhdimisht me pas në mendjen e tij Allahun subhanahu wa taala. Edhe me nejt më ul me ata njerëz që janë ehlu dhikr, do që vazhdimisht e përkujtojnë Allahun subhanahu wa taala, vazhdimisht e kanë Allahun gjuhën e tyre në veprat, domthon veprojnë sipas asaj që i ka mësuar Allahu subhanahu wa taala. Edhe kur dikush i sheh, ata ta kujtojnë Allahun subhanahu wa taala. Pastaj Ibn Kaimi vëllazër, këtë libër siç do ta marrim, na sqaron nevojën e madhe që e ka njeriu për udhëzimin e Allahut subhanahu wa taala. Pra sa i domosdoshëm është udhëzimi i Allahut për njeriu, edhe këtu na i sjell na i sjell 9 aspekte lidhur me këtë temë. Po ashtu e sqaron Ibn Kaimi rahimahullah se kënaqësia e plot, jeta e mirë shpirtërore, arrihet vetëm kur njeriu e njeh Allahun subhanahu wa taala. Kur njeriu ka tauhid, kur njeriu gjen prehje te Allahu subhanahu wa taala, kur është afër Allahu subhanahu wa taala, kur përmallohet për Allahun subhanahu wa taala, për takimin me Allahun, edhe kur zemrën e tij e fokuson edhe drejton te Allahu subhanahu wa taala. Pastaj na sqaron vëllazër se sa i rëndësishëm është namazi në jetën e muslimanit për me arrit këtë prehje shpirtërore, edhe sjell si shembull pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë për veten e tij se ajo qetësia, rahatia shpirtërore ju ka vendosur, ju ka caktuar me kanë vëllazër çka namaz. E pastaj Ibn Kaimi vëllazër na sjell 6 aspekte ku na sqaron se që nëse bëhen këto tek njeriu, tek robi i Allahut subhanahu wa taala, atëherë përmes këtij namazi ai ka arrit qetësinë edhe rahatin shpirtërore. Mirë, ta vëllazër fillojmë me këtë libër madhështor të Ibn Kaimit rahimahullah me këtë këshill. Edhe në fillim sa i këshilla vëllazër, shikoni se e fillon Ibn Kaimi ku ja drejton këtij vllat vetë Allahu al-mas'ul al-marju al-ijaba. Thot elusim Allahun subhanahu wa taala, thot edhe shpresojmë te Allahu subhanahu wa taala me pranu këtë lutje tonë, thot an yuhsina ila al-akh ala ad-din fi ad-dunya wal-akhirah, që me ia dhan çdo të mirë vllaut ton ala ud-dinit në këtë botë edhe në botën tjetër, thot wa an yanfa'a bihi, edhe me bat dobishëm kudo që të jetë, wa yaj'aluhu mubarakan aynama kan, edhe me bat bereqetshëm kudo që të jetë. Kështu e fillon vëllazër Ibn Kaimi këtë këshill drejtuar këtij vllau të musliman. Çfarë po kuptojmë për këtyre fjalëve vëllazër? Po kuptojmë se këtë porosi, këtë këshill që Ibn Kaimi rahimahullah ja ka shkruar njërit prej vëllezërve të vet, ai e ka pasur emrin Alauddin. Mirë po, nuk njihet vëllazër se kush ka qenë ky, edhe nuk është e rëndësishme. Nuk është e rëndësishme figura e tij si figurë. Mirë po, mbas fjalëve të Ibn Kaimit rahimahullah, dalin përfundim vëllazër se ky ka qenë njëri prej vëllezërve muslimanë të Ibn Kaimit, edhe një prej shokëve të tij të ngushtë. Andaj Ibn Kaimi rahimahullah ja ka shkruar vëllazër këtë porosi, mirë po shikone Allahu subhanahu wa taala me urtësinë e tij ka dashur që kjo shkresë, ky libër me kanë për këtë njeri që ja ka dërguar Ibn Kaimi rahimahullah, e gjithashtu për çdo musliman. Çdo musliman cilit Allahu subhanahu wa taala ja lehtëson me lexu edhe me dëgju këtë porosi madhështore. Deri në ditën e kiametit me lejen e Allahut subhanahu wa taala. E pse është kjo vëllazër kështu? Allahu e di më së miri, kjo është kështu sepse Ibn Kaimi rahimahullah, vëllazër Ibn Kaimit Allahu i ka dhënë bereqet në dijen që ja ka dhënë. Edhe kjo tregon Allahu e di më së miri për sinqeritetin që e ka pas kur e ka shkruar këtë këshill. Ose vepra e sinqert vëllazër me lejen e Allahut subhanahu wa taala vazhdon edhe mbetet. Ajo që bëhet për hir të Allahut subhanahu wa taala ka me vazhdu. Ata që
atë asaj vepre që Allahu subhanahu wa taala i jep bereqet, e mbulon me bereqet, ajo ka me kanë çka e vazhdueshme. Andaj vëllezër Ibn Kaimi rahimahullah e ka shkruar këtë këshill, këtë porosi për këtë shok të vetën me qëllim që me këshillu. Por shikon Allahu subhanahu wa taala ka dashur që mos me kanë kjo këshilla kufizuar me vetëm për këtë njeri, mirë po me kanë për njerëz të shumt, numër të madh, që vetëm Allahu subhanahu wa taala e di se sa njerëz kanë përfituar vëllazër pe këtij libri. Shkon edhe sa ligjëratat sot e asaj dite prej 7-8 shekujve, kur ka jetuar Ibn Kaimi para 7-8 shekujve, rahimahullah, prej asaj dite deri sot dietarët që mbajnë ligjërata, mbajnë mezhlise ku e shpjegojnë këtë porosi. Shkon edhe neve këtu, domethënë në Kosovë, edhe ju atje që po dëgjoni, edhe ju domethënë kush është i pranishëm, ka ardhur radha që edhe na më shpjegoj këtë libër. Domethënë shkon më 7-8 shekuj. Edhe me përfitu për këtyre këshillave madhështore të Ibn Kaimit rahimahullah. Domethënë sa njëri vëllazër e ka lexuar këtë libër, e ka dëgjuar edhe ka pas dobi në jetën e vet edhe në fenë e vet. Ozër Allahu pra ka dashur që dobia e kësaj porosie, këtij libri, këtij libërthi, kësaj shkrese të Ibn Kaimit vëllazër me kanë çka gjithë përfshirëse. Edhe bereqeti i saj me kanë gjithë përfshirës, edhe me përfitu numër i madh i njerëzve që vetëm Allahu subhanahu wa taala e di. E kjo është prej bereqetit vëllazër dijes, kur Allahu t'jep bereqet në dijen që e ki. Shkon te vëllazër Ibn Kaimi siç e vrejtëm këtu, po e fillon këshillën e tij për këtë vëlla të vetën me këtë metodë të butë edhe të dashur, mbas cilës po jep me kuptu se ja don të mirën, ja don çdo të mirë në këtë botë edhe në botën tjetër. Edhe shpreson që me i sjell dobi Allahu subhanahu wa taala përmes kësaj këshille. E kjo është një pikë shumë e rëndësishme që duhet ta kemi parasysh kur e këshillojmë dikon. Mos sjell but me to, edhe ai me vrejtë ti se ti po ja don të mirën. Pra njeri që këshillohet vëllazër kur vren tek ti se ti po e mshiron, po i dhimbsësh, po ja don të mirën, je i përkushtuar që me kana i udhëzuar edhe në rrugën e drejtë, çka ka më ndiku kjo? Patjetër se ai ka më ndiku pikë këshillës tane. Edhe këshilla jote ka më bë vend zemrën e tij. Mirë po në anën tjetër Allahu na ruaj. Nëse ti i drejtohesh atij që e këshillon me metodë të vrazhd, me metodë të ashpër, me metodë që më bë me një veten ai se ti domethënë je në mënyrë më i lartë se ai, mburrësh para ti edhe po e nënçmon, atëherë padyshim se kjo ka më irritu zemrën edhe ka më largu prej te. Shkonzer Allahu subhanahu wa taala i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe i thot fa bima rahmatin min Allahi linta lahum. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam cili i ka zbrit Kur'ani, suneti, njeri që ka qenë njeri më i edukum, po shkon e po thot fa bima rahmatin min Allahi linta lahum. Në sajet mëshirës të Allahut që ta ka dhënë ty, ti je tregu i butë ndaj tyre. Walau kunta faddan ghalidha al-qalbi lan faddu min hawlik. Sigur ti ishte i ashpër, i vrazhd, ata kishin mu largu prej teje. Prej kujna? Prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kush sahabit. Andaj kjo duhet me na dhanë në mësim të rëndësishëm me pas kujdes se si po i këshillon tjerë, si po i thret njerëzit drejt Allahu subhanahu wa taala. Por se këshilluesi, ai që i këshillon tjerë, nëse është i butë, nëse është i mëshirshëm, nëse mundohet mu bë i dashur tek ata që i thret, atëherë padyshim që fjalët e tij vëllezër kanë me dhanë gjurmë edhe kanë me dhanë efekt. Ose më një herë, ose mas një kohë, patjetër. Nëse Allahu kuptohet subhanahu wa taala, ja dëshiron udhëzimin atij njeriu, edhe ka shkruar që ai mu bë, domethënë njeri i mirë edhe mu përmirësu. Po ashtu vëllezër po vrejmë domethënë se si Ibn Kaimi rahimahullah po e fillon këtë këshill me lutje për vllahun e vet musliman. Padyshim vëllezër që lutja, kur ti lutesh për ata që po e këshillon, e lut Allahun subhanahu wa taala për ata që po e këshillon, edhe ai e vren se ti po e lut Allahun për to. Atë padyshim që ka me bë që ai me dëgju këshillën tane, porosin tane me vëmendje. Pse se kur njeri lutet për tjetrin, atë padyshim që në zemrën e këtij që ti po e këshillon, ka me pas zemrën e tij, ka me pas atë ndjenjë që ti po ja don si tham të mirën,
ti po e don ata, po tregosh i but me to, po e mshiron, po ja don të mirën, padyshim se pastaj e komë ti pranu fjalë patjetër. Mirë thot, e lusim, po thot Ibn Qayyim, e lusim Allahun dhe shpresojmë që Allahu më pranu këtë lutje tonë, thot en yuhsina ila al-akh ala ad-din. Që më ia dhan çdo të mirë të vllahu ton ala ad-din, thot fi dunya wal akhirah. Shkon dhe çfarë lutje madhështore. Në fillim kësaj porosi. Thot e lusim Allahun subhanahu wa taala që më ia dhan çdo të mirë. Ihsan, dhe kjo e përfshin çdo të mirë. Pra kur i thu njerit ahsan Allahu ilejk, Allahu të dhash të mirë, atë qëllimi është ta dhash çdo të mirë. Pra është lutje vëllezër çka përmbledhse. E kjo është një prej lutjeve të Kur'anit dhe lutjeve që i hasim në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. O Zoti ynë, na jep mira në këtë botë, na jep mira në botën tjetër, edhe na ruaj nga zjarri i xhehenemit. Çka janë të mirat e kësaj bote, çka janë të mirat e botës tjetër, nëse i shfletojnë librat e tefsirit dhe hasim komentime ndryshme dietarëve, mirë po krejt kthehen te ajo që me ta dhanë Allahu çdo të mirë në këtë botë, edhe çdo të mirë në botën tjetër. Çdo e mirë që është këtë botë e përfshin kjo lutje. Çdo e mirë që është në botën tjetër e përfshin kjo lutje. Këtë thoi përmbledh vetën e vet, me pak fjalë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka qenë person që Allahu subhanahu wa taala ja ka dhënë lutjet përmbledhse, fjalë përmbledhse. Vazhdimisht e ka thënë edhe këtë lutje, siç tregojnë shokët e tij radhiyallahu ta'ala anhum. Pra një prej lutjeve që më shpesh i ka thënë pejgamberi sa më ka qenë kjo. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. E që është kuptimi edhe që Ibn Qayyim rahimahullah po ja dëshiron këtij vllaut vet që po e këshillon. Po do të më ta dhanë çdo të mirë në këtë botë edhe në botën tjetër. Çdo të mirë këtë botë më ku të qetësohet shpirti, të rahatohet zemra, të kënaqet shpirti. Edhe arrin kënaqësinë domthonë këtë jetën e kësaj bote e po ashtu në ahiret, e kjo vëllazër përfshin çdo nderim që Allahu subhanahu wa taala ja bën robit vet, ku padyshim më e madhja është me shikun fytyrën e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj po thot Ibn Qayyim lutja tjetër wa yanfa'a bihi. Pasi që po e lut Allahun subhanahu wa taala që këtë vëlla tim me ia dhan çdo të mirë këtij vllau tim këtë botë edhe në botën tjetër, po thot wa yanfa'a bihi. Edhe që Allahu me e bë dobishëm. Shkon të lutje madhështore. Allahu me e bë dobishëm. Qysh vëllezër bëhet njeri dobishëm për tjerët? Nuk mundesh me ka një dobishëm për tjerët nëse ti vet nuk përfiton dobi nga feja e Allahu subhanahu wa taala. Nuk mundën tjerët me përfitu prej teje nëse ti vet nuk përfiton nga feja e Allahu subhanahu wa taala. Do thot përfitimi i tjerëve prej teje degëzohet nga ajo, ndërlidhet me atë se sa ti po përfiton në veten tënde prej fesë të Allahu subhanahu wa taala. Njerëzit marrin si shembull edhe të ndjekun, po aq sa ti e ndjek fen Allahu subhanahu wa taala. Do ta marrim këta detajisht më vonë derset e radhës inshallah. Që do thotë vëllazër, njeri nuk mundet më bëj shembull për tjerë. Edhe në anë tillë që njerëz mund ndiku prej teje, përveç nëse ti i pason edhe i ndjek ata që të kanë parapri prej njerëzve të mirë që Allahu ju ka dhënë vlera edhe ju ka dhënë mirësi. Andaj dhe Ibn Qayyim rahimahullah po e lut Allahun subhanahu wa taala që këtë vëllai vetën me bë dobishëm, e kjo lutje vëllezër përfshin kuptime të shumta në mesin e tyre, është që Allahu më përmirësu, që Allahu subhanahu wa taala më i dhan istiqame, do të qëndrueshmëri, stabilitet në fe, që Allahu subhanahu wa taala më ia mundsu që ai me ju përmbajt hakut dhe të vërtetës, edhe e fundit me kanë prej thirrësve drejt Allahu subhanahu wa taala edhe drejt hakut. Këtë mënyrë bash i dobishëm vëllezër për umetin islam edhe për rrethin ku jeton. Shkon vëllezër nga njëherë disa njerëz jetojnë në jetën e kësaj bote vëllezër sikur kanë psu disfat, edhe ju kanë dorëzu gjunaheve edhe mosbindjeve ndaj Allahu subhanahu wa taala. Do të nefsi i kanë poshtë, shejtani i kanë poshtë. Edhe e bajnë një jetë shumë e thanë, jetë ma ku e shfaqen se kanë psu disfat, edhe nuk kanë ambicje më ungrit,
që me përmirësu veten, edhe me i përmirësu pastaj çka tjerë. Pra janë dorëzu. E kështu nuk duhet me kanë vëllezër muslimane. Nuk duhet me kanë kështu. Ta shikoni vëllezër, nëse Allahu subhanahu wa taala me urtësinë e tij e cakton një njeri, sikur Ibn Kaimi këtu që po lutet për vëllezërit. E cakton një njeri edhe shkon te një njeri i tillë, i cili ka psu disfat, edhe kolaps, edhe shkon e këshillon vëllezër, e jap një këshill, edhe në mesin e këshillës e lut Allahun subhanahu wa taala, i thotë e lut Allahun subhanahu wa taala me ta dhanë çdo të mirë në këtë botë edhe në botën tjetër, edhe e lut Allahun subhanahu wa taala që me të bëj dobishëm për robrit e tij. Shkon kur ai e dëgjon këto fjalë, qa me ndoni dhanë si kanë me ndiku këto fjalë në zemrën e ti, shpirtin e ti, pa dyshim që kanë me ba me lviz, vëllezër. Ai që me qitë hapat të rinj jetën e vetë, jo vetëm tash me përmirësu vetën, me shiku se si ai me përmirësu vetën edhe me kanë stabil në rrugën e Allahu subhanahu wa taala, mirë po edhe se si mu ba i dobishëm për njerëzit edhe rrethin ku jetën. Andaj dhe lutje tilla, sikur kjo që po ja bën Ibn Kaimi rahimahullah këtij vllaut vet, padyshim që ndikojnë patjetër në zemrën edhe nefsin e njeriut. Pra kur bashkëveprojnë me nefsin e atij që këshillohet, edhe e nxisin që ai mu ngrit, mos mu kënaq me gjendjen cilën është, po me kalu dhe me thanë ato grada, ato faza dhe me arrit atë përsosmërinë njerëzore. E nëse Allahu subhanahu wa taala vëllezër këtij njeriu ja ka caktuar hajrin, ja ka caktuar mirësinë, atër kjo lutje bëhet sebeb, bëhet shkak që ai me emposh qatë disfatën edhe në qatë dorëzimin që ka njetë, qatë dëshpërimin cilin ka ra. Edhe tash ngritet vëllezër, ngritet edhe ka vullnet, ka ambicjet fort, bëhet njeri ambicioz, njeri me synime objektiva njetë, njeri që përpiqet shumë, edhe jo vetëm me përmirësu veten, mirë bo këshyr edhe sa ma shumë si mi përmirësu tjerë. Shkon se çka një lutje që ti e bën, vetë kështu duhet me kanë njeri çka pozitiv, kudo që të shkojsh me përhap dhe gjana pozitive, jo gjana negative, jo gjana që i bën njerëzit çka me psu disfat shpirtërore. Bën nxis në hajër. Shkon se Dhahabiu rahimahullah, dietari i madh islam, është një ngjarje që ka thënë ai për veten e vet shumë e çuditshme, se si u bë shkak një fjalë e një dietarit që ky më mësy rrugës dijes edhe me nalan tash këto libra madhështore mrapa vetes. Thot ma ka pa shkrimin, përmend janë për dietarëve, thot ma ka pa shkrimin si thmisë që e kam shkruar, edhe thot më ka thënë që ky shkrimi yt po i ngjason shkrimit muhaddithinëve, dietarit hadithit. Shkon se ky duke qenë fëmijë, thot kjo fjalë ka ndikuar shumë te unë. Edhe ma ka bë dashur shkencën e hadithit. Që në tardhmen me mësua dhe me studiu edhe u banja për dietarëve më të mëdhenj këtë shkencë. Shkon në një fjalë vëllezër që ja kanë. Atë vëllezër duhet me ka njeri që ku të shkojsh, sidomos te brezat e ri vëllezër, me mbjell pozitivitet. Se nuk e din ti një fjalë që ja thu dikujt na mirë, bëhet shkak që ai në tardhmen banja për ulemave të mëdhenj. Ose njeri që është serioz në fenë e Allahu subhanahu wa taala, që i bën dobi domon umetit islam. Andaj vëllezër kjo na shpjegon edhe na sqaron rëndësinë që e ka lutja drejtuar Allahu subhanahu wa taala, qoftë nëse e bën direkt për ata që e këshillon, qoftë vëllazër edhe nëse e bën kur nuk është ai prezant. Pra e lut Allahun subhanahu wa taala për vëllain ton musliman, pse se duaja, siç kanë thënë selefi, është çelësi i çdo të mirë. Duaja është çelësi vëllazër i çdo të mirë. Lutja e tretë vëllazër që po ja bën Ibn Kaimi po thotë wa yaj'aluhu mubarakan aynama kan. Po dhe lut Allahun subhanahu wa taala që këtë vëlla timin me e bad bereqetshëm, të bekum kudo që tjetë, kudo që nalet, kudo që me kudo që takohet, në çdo kohë, në çdo vend, në çdo gjendje, në çdo takim, në çdo mbledhi, me e ba Allahu subhanahu wa taala të bereqetshëm. Ta shikon edhe Ibn Kaimi rahimahullah, nuk po ndalet vetëm këtu. Pra fillimisht, pasi që e luti Allahun subhanahu wa taala me këtë lutje madhështore që këtë vëlla tim e bë të bereqetshëm, tash Ibn Kaimi rahimahullah dhe fillon edhe na sqaron se kush është njeri i bereqetshëm kudo që të jetë. Kjo vëllazër, shikoni na çet tek një mesele tjetër që është shumë e rëndësishme në aspektin e duas, lutjes drejtuar Allahu subhanahu wa taala, që e kanë përmend dietarët, ajo është që
personi i cili e lut Allahun subhanahu wa taala për veten e vet, patjetër nuk do të më mjaftu vetëm me lutje vëllezër. Shumë mirë, e lut Allahun subhanahu wa taala, i mbështetesh Allahu subhanahu wa taala, ki mendim mirë në Allahun subhanahu wa taala, mirë po duhet me i marr vëllezër edhe shkaqet. Nuk mjafton vetëm lutja. Nuk duhet më mjaftu vetëm lutje, me lutje në anën tjetër me i anashkalu shkaqet. Për shembull, kemi marrë edhe nderset e kaluara me ai libri para këtij, thotë Allah jepum dije, bënum prej dietarëve, bënum prej të pasurve. Mirë po çka? Nuk lviz fare. Nuk merr libra me lezu, nuk lviz, ma nuk prezanton në ligjërata fetare, nuk dëgjon ligjërata fetare, ma nuk i merr shkaqet. E kjo është vëllezër gabim. Nuk mundesh me arrit një jetë vëllezër, qoftë në aspektin fetar, qoftë në aspektin e dunjallakut, nuk mundesh me arrit nëse vetëm rrin. Po duhet me i marr shkaqet. Patjetër, masi që ta lutsh Allahun subhanahu wa taala, duhet edhe me i marr shkaqet, sepse nëse nuk i merr shkaqet, me këta i ke kundërshtu qartë tekstet fetare vëllezër, shumë ta ajete dhe hadithe, cilat na nxisin që ti me punu dhe mu angazhu. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Angazhohu, përkushtohu në ato gjëra që cilin dobi, shkon e marrja shkaqeve, wasta'in billah, edhe kërkoje ndihmën e Allahut, mbështetju Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu edhe transmetohet se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam mas namazit sabahut çdo ditë ka thënë, hadith është i saktë, Allahumma inni as'aluka mas salamit, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutakabbalan. O Allah, të kërkoj dije dobishme, rrezik të mirë, të pastër halal, edhe punë të pranuar, vepër të pranuar. Çto vëllezër 3 bazamente, 3 themele. Janë ato që e përmbledhin vëllezër, i përmbledhin kërkesat e njerit musliman, objektivat, synimet e tij që i kanë në ditën e vet. Gjitha këto na i përmbledh vëllezër kjo lutje. Dija dobishme, rizku halal, edhe puna e pranuar, që ta pranon Allah dhe me to afrohesh te Allahu subhanahu wa taala. Çdo do të më kanë gjana që na shqetësojnë edhe na brengosin. Çdo i kemi synimet brenda ditës tonë, si musliman. Andaj dhe kur njeri qohet mëngjes, e fal sabahun dhe thot këtë lutje, i drejtohet Allahu subhanahu wa taala me këtë lutje. A më efton kjo jo? Duhet patjetër pastaj mu qua dhe me punu, duhet mu angazhu me dijen, mu angazhu me kërkim të rizkut, edhe me ba punë që të afrojnë të Allahu subhanahu wa taala. Dërsa me thanë këtë lutje, pastaj me njëherë me ra me flejt ma sabahut, me shtri kokën jashtëk, edhe më mulu me jargan, edhe me flaj deri në drek. Qa me ndone, atë vjen dhia, atë vjen rizku, atë vjen punë të mira që të afrojnë të Allahu dhe zërë, jo. Andaj përse pa tjetër duhet me pas lvizje, duhet me pas qka angazhim. Dhe pa, qka është kjo që, po lutet tu Ibn Kaimi që Allahu subhanahu wa taala me ba njerit bereqetshëm, ku do që tjetë do thot, me ba Allahu njerit dobishëm, me ba Allahu njeri për njerëzve më të mirë, e transmetohet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithi Jabirit radhiyallahu anhu se ka thënë pejgamberi sa është pyet, kush është njeriu më i mirë? Ka thënë khairun nas anfa'uhum linnas. Njeri më i mirë është ai që ju bën më shumë ti dobi njerëzve. Dobi. Pa më parasysh domethënë në dunja, në fe apo në dyja të bashk. Ky është vëllazër njeriu më i mirë. E pa dyshim dhe si shtam nuk mundesh me kanë kështu, nëse fillimisht nuk i bën dobi vetes, domethënë çka nuk përfiton ti vet nga feja e Allahu subhanahu wa taala. Fazba Ibn Kaimi rahimahullah tash kur na tregon që mesele që njeri duhet me kanë i dobishëm edhe i bereqetshëm kudo që të jetë, nuk është mjaftu vëllazër vetëm me këtë sasi, edhe vetëm me këtë lutje, siç tham, për këtë vëllai vetin musliman, mirë po tash, sikur po na thot, apo don me e ditë se çysh mundesh me kanë i bereqetshëm kudo që të jesh. Pastaj vëllazër Ibn Kaimi rahimahullah na i përmend hapat, metodat, rrugët që na duhet me ecë në për to nëse dëshirojna me kanë persona të tillë. Ta shikoni çfarë thotë, dëgjoni me vëmendje çfarë thotë Ibn Kaimi, thotë fa inna barakata ar-rajuli ta'limuhu lil khairi haythu halla. Bereqeti i njeriu është kur ai kudo që tosht ja mëson të mirën tjerëve. Wa nushuhu li kulli man ijtama'a bihi, edhe e këshillon
se cilin me cilin takohet edhe rrin me të. Do thot, kudo që tjerë vëllezër e shfrytëzon rastin që tjerët me përfitu prej teje, prej asaj që ta ka jap Allahu dijet që ta ka jap Allahu subhanahu wa taala. Jemi në ndaj me një mezhlis, patjetër duhet më dëgju prej teje këshill. Mirë, po kur themi vëllezër këshill, nuk duhet më kesh kuptu kjo, nuk duhet më mendu që ti tash në atë mezhlis më quë edhe me majt ders, jo. Ose me i shkoqit meselet edhe me sjell argumente edhe me i përmend më anë në mënyrë detajzume, të verifikume që është i përmendën dietarët edhe hoxhallarët, jo. Nuk është ky vëllezër qëllimi. Qëllimi vëllezër është me fol aq me dije sa ta ka jap Allahu subhanahu wa taala. Në veçanti vëllezër nëse e din që natë nej kur rrin, ka njerëz që janë shkujdesur ndaj gjunaheve. Për shembull, jemi në mezhlis, edhe e din se në atë mezhlis ata njerëz tregohen shkujdesun në gibet, edhe në përgojim edhe në bartjen e fjalëve. Edhe posa të hinë atë mezhlis e fillon edhe u thu o vëllezërit e mi, gibeti është shumë i rrezikshëm, është gjunah prej gjunaheve të mëdha. Na ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu i përmend hadithet, nëse i din, nëse nuk i din, nuk ka problem. Edhe përmend thon dietarët e kanë përmend se është diçka shumë e rrezikshme, e cila ja prishën punët e mira njerit edhe ja dhuron punë se vapet tjetrit që e bën gibet. Andaj i këshillon, apo ju këshilloj që me e rujt vëzë të arrujmë kohën tonë, të arrujmë këtë mezhlis tonin, të mos e njollosim me gibet, të kemi frikë Allahun subhanahu wa taala dhe kaq. Shkon vëzër? Kaq. Një këshillë e shkurt. Tash, çka është dobia e kësaj? Me çito fjalë shkurta që ky mezhlis i joti vëllezër, edhe ti jeni bat bereqetshëm. Ka ardhur bereqeti me cilin do ti ju ke sjell dobi atyre që janë taku me ty. Shembull tjetër. Jemi në ndaj, edhe e dim vëllai që aty ka njerëz që janë shkujdesur ndaj faljes namazit. Edhe jep, më thon kështu në fillim një këshill si të përgjithshme, jo domethënë duke i drejtuar secilit në mënyrë tërthort, jo drejt për drejt, e përmend thu shumë e çuditshme është o vëllezër me njerin në cilit Allahu subhanahu wa taala i ka dhënë shëndet, i ka dhënë pasuri, i ka dhënë fëmijë, ja ka dhënë çdo të mirë. Çdo të mirë që ka prej Allahu subhanahu wa taala, edhe nuk është në gjendje me i ranë sejdë Allahu subhanahu wa taala me falendëru për këto të mira që ja ka dhënë. Kjo është shumë e çuditshme. E dëgjon ezanin me çata vesh që ja ka jap Allahu subhanahu wa taala, edhe nuk qohet me marr abdes, edhe me shku mu fal në xhami apo mu fal në shtëpinë vet. Sqaron pastaj se si njeri duhet mu turpru prej Allahu subhanahu wa taala, për madhështisë Allahu subhanahu wa taala me utut prej Allahu subhanahu wa taala. Edhe kaq. Shkon tash me këto fjalë, je bën njeri i bereqetshëm. Çaj mezhlis u bë i bereqetshëm. Ju ke sjell dobi tjerëve, edhe u ka përkujtu Allahun, edhe obligimet që ai kanë karshi Allahu subhanahu wa taala. Apo shembull tjetër vëllezër me marr kështu pak më ndryshe, për shembull, thu o vëllezërit e mi, në filon venin është duke komu mbajt një ligjërat shumë e dobishme, ku hoxha ka më shpjegu një libër shumë dobishëm, ka më lexuar një libër shumë dobishëm. Andaj hajde të shkojnë atë çohëm, domethënë edhe të përfitojnë, edhe të harrojnë kohën, mos të çojnë kohën ndom. Prezantojmë aty ku e përmirësojnë veten tonë, moralin tonë, fen tonë e kështu me radhë. Edhe me këto vëllezër çka ai mezhlis me këtë fjalë, domethënë që ti e bati bereqetshëm edhe i sjell dobi njerëzve. Edhe si stam vëllezër, jo me mendu se ti tash po çka çështja e bereqetit është që ti kjo kërkon prej teje që ti me kanë i thellum dije fetare, me pas dije të mëdha dhe me hy domethënë mesele të holla, stërhollume, detajzume jo. Nuk është kjo domethënë që kërkohet patjetër. Mirë po qëllimi vëllezër çfarë po thonë është më u kujtu njerëzve Allahun subhanahu wa taala, me i këshillu vëllezër. Jo me nej domethënë mos me dëgju prej teje kur gjohiz. Qof një fjalë, qof një këshill, qof një fletë, një këshill, një fletush, një ligjërat, çfarë do qof, një libër, si hedije. Kështu vëllezër nuk është muslimani produktiv. Mirë po edhe në njëjtën kohë vëllezër me pas kujdes, mos me fol për fenë e Allahu subhanahu wa taala, mos me hin gjana për cilat nuk ke dije. Edhe po ashtu me pas kujdes domethënë me shiku damin edhe dobin. Se nganjëherë domethënë se flet dami mundet mu bë më i madh, kështu si secili njeri pastaj mbaz atyre personave që i njeh gjendjen që është duhet me e krahasu gjendjen edhe me i peshu gjanat me damin edhe dobin. Po nëse si e pri diet, ndon ski dijet madhe nuk është problem.
mjaftohesh me këta tre shembuj që i solla, edhe ngjajshëm sikur ta, sidomos në ato mezhlise më thanë ku e sheh se njerëzit janë shkujdesur në gjunahe apo në obligime të karshia Allahu subhanahu wa taala, edhe ju jep kësi këshilla vëzër përgjithshme, edhe kështu vëllezër çka ai mezhlis bëhet i bereqetshëm. I këshillon me atë sa ta ka jep Allahu subhanahu wa taala. Shkon një për shembuj vëllezër më të qartë lidhur me këta, që njeri më ka një bereqetshëm kudo që hitet në ngjarja e Jusufit alayhis salam. Jusufi alayhis salam, pejgamberi i Allahut, kur e ka sprovu Allahu me burg vëllezër, me atë vet ngushtë edhe të errët, edhe të ftohtë. Megjithatë vëllezër, kjo nuk e ka pengu aty ku ka qenë, që mos me ka një bereqetshëm. E ka shfryzuar rastin, edhe i ka thirrë njerëzit në fenë Allahu subhanahu wa taala, i ka thirrë në tauhid edhe largimin nga shirku. Atë vëllezër, bereqeti pra është që ti me i thirr njerëzit në hajër. E bereqeti, hajri më i madh vëllezër, është që ti me i thirr njerëzit drejt shpëtimit tyre vëllezër, gjanave që i shpëtojnë në ahiret kur dalin para Allahu subhanahu wa taala. E padyshim që nëse personi shpëton vëllezër në ahiret, padyshim se do të thotë se ka me kanë i shpëtuar edhe i rujtun edhe në jetën e kësaj bote nga devijimi, nga lajthitja, bidatet e gjëra të tjera të rrezikshme. Dhe këtu vëllezër Ibn Kaimi si shembull na sjell fjalën e Isait alayhis salam, birit Mariamës, thot qala Allahu Ta'ala ikhbaran 'an al-Masih Isa ibn Maryam alayhis salam. Thot Allahu na tregon për Mesihun Isain birin e Mariamës alayhis salam, kur thot, kur ka folën djep, çka ka thënë wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allahu më ka bërë bereqetshëm kudo që të jem. Shkon vëllezër, për kësaj e përfitojmë tash një dobi tjetër që dëgzohet, që është shumë e rëndësishme. Ajo është se njeri nuk mundet me e kry asnjë punë prej punëve të mira, qoftë e vogël, qoftë e madhe, përveç nëse Allahu subhanahu wa taala vëllezër çka ta mundson edhe të jep sukses me e kry. Pse se gjitha punët janë dorë të Allahu subhanahu wa taala. Ajo që don Allahu bëhet, ajo që nuk don Allahu s'ka mundësi asesi me ndodh. La hawla wala quwwata illa billah. Nuk ka mundësi me ndryshu gjendje, nuk ka mundësi njeri me pas fuqi aftësi me ndryshu gjendjen veç se nëse Allahu e ndihmon. E do thotë se ti nuk mundesh me kanë stabil fenë Allahu subhanahu wa taala. Me kanë i qëndrueshëm fenë Allahu subhanahu wa taala. Nuk mundesh me pastru veten nga gjunahet, nuk mundesh as me fal namaz, as me agjeru, nuk mundesh as me përmirësu zemrën tënde, moralin tënd, sjelljen tënd. Përveç nëse on çka ta lehtëson Allahu subhanahu wa taala dhe të jep sukses. Allahu thotë vëllezër, walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan. Sikur mos ishte mëshira e Allahut, mirësia e Allahut dhe mëshira e tij ndaj jush, askush prej juve kur s'kish me pastru veten nga gjunahet. Walakin Allah yuzakki man yasha. Mirë po Allah është ai i cili e pastron këtë doj. Po ashtu thot Allahu balillahu yuzakki man yasha. Por Allahu është ai që e pastron këtë doj me një ajet tjetër. Po ashtu thot Allahu walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana illa qalila. Sikur mos ishte mirësia e Allahut dhe mëshira e tij ndaj jush, ju kishit me ndjek shejtanin, me përjashtim të një pakice. Po ashtu thot Allahu walakin Allah habbaba ilaykum al-iman. Mirë po është Allahu ai që ja ka bërë dashur imanin juve. Wa zayyanahu fi qulubikum, edhe ju ka hieshu ja u ka zbukurun zemrat e juaja. Wa karraha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-isyan. Edhe ju ka bërë urrejtun kufrin, shthurjen edhe mosbindjen ndaj Allahut. Në fund thot fadlan min Allahi wa ni'ma. Këtë është mirësi edhe begati prej Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe sahabit vëzër kanë thënë wallahi laula Allahu mahtadayna wala sumna wala sallina. Ka thënë pasha Allahun, sikur mos ishte Allahu, as kishim me fal, nuk kishim me kanë të udhëzuar, as kishim me agjeru, as kishim me fal namaz. Po mos ishte domosdoshmë çka, sikur Allahu subhanahu wa ta'ala mos na begatonte me udhëzim nga ana e tij. Shazë banorët e xhenetit kur hin xhenet e thonë këta. Wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha. Falëndërimi qoftë Allahut që na ka udhëzuar drejt kësaj, që me kanë banor xhenetit, wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ne s'kishim mujt me udhëzu veten sikur mos na udhëzonte Allahu subhanahu wa taala. Shkon sa punë të mira njeri i sheh të qartë, edhe e din qartë mos se çfarë vlere kanë, çfarë pozite kanë, mirë po e vren se nuk mundet me i kry, qoftë edhe pak.
Sa mirësi dhe sa punë të mira njeri i dëgjon në për ligjërata, dëgjon vlerën e tyre, e dëgjon me vesht e tij se ato janë prej punëve që e ngrisin mas shumti te Allahu subhanahu wa taala, i afshin gjunahet e kështu me radhë, mirë po e dëgjon ligjëratën, e mbyll aty në kompjuter apo del prej ligjëratës, edhe nuk mundet me kry atë punë. Pse vëllezër? Krejt kthehet te sa po t'jep Allahu subhanahu wa taala sukses. Kjo është dhuratë prej Allahu subhanahu wa taala. Që njani prej brezave të parë të Islamit, Mutarrif ibn Abdullah ibn Shekhir rahimahullah, që ka qenë prej imamëve të brezit tabeinëve, ka thënë, sikur zemra ime të nxirrej nga gjoksi, thotë edhe të vendosej në dorën time të majt. Edhe gjitha punët e mira, thotë, të boheshin edhe të vendoseshin në dorën time djathtë. Thotë, unë s'kisha pas kur mundësi, thotë, çka që do punët e mira që i kom pas në dorë djathtë me i fut edhe më çka me mbur zemrën time me to, thotë, illa an yakuna Allahu huwa alladhi yad'uhu, përveç nëse Allahu e don një gjatë. Pra, krejt çështja është në dorë kthehet te Allahu dhe te dora, te durë te Allahu subhanahu wa taala. Andaj do të përfitojnë ana për kësaj që ti duhet më kthy vëllazër sinqerisht te Allahu subhanahu wa taala, me elut Allahun subhanahu wa taala me sinqeritet që me të udhëzu, me të përmirësu, me ta pastru zemrën, me të dhënë sukses, me të ndihmu, me të bërë qëndrueshëm, me të bërë stabil në fenë e tij. Edhe lutjet janë shumë të vëllazër nga pejgamberi sa lidhur me këta, ja muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik. Edhe kjo ka qenë një lutje që më shumë ti ka bërë pejgamberi. O Allah, ti që ndryshon zemrat, përforcoje zemrën time në fenë tënde. Po ashtu ka thënë, wa es'aluka qalban saliman, o Allah, të kërkoj zemër të pastër, wa lisanan sadiqan, edhe gjuhë do të thonë që gjithmonë e flet vërtetën. Andaj vëllazër, edhe Isa alayhis salam këtu po e pranon këta, edhe po thotë wa ja'alani mubarakan aynama. Allahu është ai që më ka bërë bereqetshëm ku do të jem. Çdo gjë kthehet te Allahu, kjo është dhuratë e Allahu subhanahu wa taala. Andaj vëllazër, siç e thekëm, ti nuk mundesh me kanë i dobishëm për tjetër, ta du ta kemi parasysh, nuk mundesh me kanë i dobishëm për tjetër, nëse fillimisht nuk je i dobishëm për veten tënde, do të thotë çka nuk e përfitu vet nga feja Allahu subhanahu wa taala. E nuk mundesh me përfitu vëllazër në veten tënde përveç nëse bardh çka dije dobishme. E çka është dija dobishme vëllazër? Është ajo dije e cila ti kur të fiton atë dije, mëson atë dije, të shtin me bë punë të mira edhe mu largu prej gjunave. Çfarë vëllazër dija dobishme? Nëse është e kundërta, sa më shumë që të shtohet dija, të shtohet përtasia, edhe të shtohen gjunahet, kjo ka me kanë dije argument kundër teje kur dilsh para Allahu subhanahu wa taala. Allahu na ruaj nga kjo gjendje. Pra dija dobishme vëllazër është ajo që ty të mëson se kush është Allahu subhanahu wa taala. Njofton me Allahun subhanahu wa taala, njofton me emrat e Allahut, njofton me cilësitë e Allahut, me veprat e Allahut subhanahu wa taala. E çka është dobia e kësaj? Kur ti mëson për Allahun, lexon për Allahun, ka më të shtu frika për Allahun subhanahu wa taala, ka më të shtu dashuria për Allahun subhanahu wa taala. Kimi shtu adhurimet ndaj Allahut, pse se tash e respekton më shumë Allahun, e nderon më shumë Allahun. Ka autoritet në zemrën tënde Allahu. Ka respekt. Ki mu largu prej harameve, se të vjen marrë prej këtij Zoti madhështor me këto cilësi madhështore me të pa duke bë haram. Çka është dija dobishme? Është dija e cila tregon se çka don Allahu, edhe me çka është i kënaqur që ti me vepru, edhe të sqaron edhe të mëson se çka është ajo që e hidhron e zemron Allahu në mënyrë që ti mu largu. E kjo vëllezër për kësaj dalim përfundim se dija dobishme është dija që e marrim nga Kur'ani, nga suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe nga fjalët e brezave të parë të Islamit. Tarzer ibn Kaimi, edhe me këta po përmbyllim, e sqaron edhe me tej se çka është kjo që Allahu më të bëhet bereqetshëm, thot ej mualliman lil khairi da'iyan ila Allah, me të bëj Allahu mësues të khairit, më mësuu të tjerëve khairin, da'iyan ila Allah, me i thirr njerëzit drejt Allahu subhanahu wa taala, mudhakkiran bihi, më u kujtu njerëzve Allahu subhanahu wa taala, muraghiban fi ta'ati, me nxit njerëzit që më kanë bindur ndaj Allahu subhanahu wa taala. Çka është kur ti je kështu, je i bereqetshëm. Nëse në jetën tënde, në takimet e tua, mezhliset e tua, ndajat e tua, je vëllazër e ki këtë ambicje, punon këtë formë, përkushtohesh
që me kanë kështu siç po e përshkruan te Ibn Kaimi, atëherë dije se ki me kanë njeri i bereqetshëm, edhe që ato mezhlise kanë me kanë mezhlise të bereqetshëm. Mirë, po nëse është e kundërta, ta shikoni çfarë thotë Ibn Kaimi, thotë wa man khala min hadha, ai që nuk i ka këto cilësi, thotë faqad khala min al-barakati, është zhveshur nga bereqeti, Allahu na ruaj, thotë wa muhiqat barakatu liqa'ihi wal ijtima'i bihi, edhe nuk ka bereqet në takimet e tij me njerëzit edhe në tubimet e tij me njerëzit. Do thot, nuk hishet bereqeti vëllezër vetëm prej këtij personi si person, mirë po edhe prej çdo që rrin me to. Pra hishet bereqeti vëllezër çka? Prej këtij personi që nuk i ka këto cilësi, edhe prej çdo që takohet me to edhe rrin me to. Pa hishet bereqeti vëllezër prej mezhliseve ndajave ku është ky njeri. Pse? Shkon nëse në përndaja tona nuk ka njeri i cili me lejen e Allahu subhanahu wa taala e kthen rrjedhën e mezhlisit në hajër dhe në mirësi, edhe e udhëheq mezhlisin edhe ndajën drejt hajrit edhe mirësisë, atëherë dije domethënë se ai mezhlis do të çka është mezhlis ku nuk ka ato bereqet. Pa nëse ka njeri i cili i merr frenat vëllazër edhe udhëheqjen e atij mezhlisi, edhe e drejton atë mezhlis edhe biseda drejt hajrit edhe mirësisë, atëherë ai është mezhlis dhe diçka i pa bereqetshëm. Kunton nuk ka dhe diçka hajr. E kështu vëllazër mezhliset janë kështu. Mezhliset ndaj atë presin kush po i merr frenat e tyre. Ose në hajr, e nëse merren dhon në hajr, atëherë çka ko me kanë bereqet për krejt ata që janë aty. Apo Allahu na ruaj domethënë sherr, e çka ndodh thash na ka çaru këta vëllezër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që kur njerëzit tubohen me një mezhlis edhe nuk e kujtojnë aty Allahun, edhe nuk shojnë salavate për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, thot kur ngriten prej atij mezhlisi, thot kanë mund ngrit sikur kanë qenë tubum rreth një coftinet gomarit me erë shumë të keqe. Allahu, para mendon se çfarë gjendje është shëmtuar e keq. Kush është ai që kënaqet për veten e tij me këtë poshtrim edhe këtë nënçmim? Kënajt 1 orë, 2 orë, 3 orë në ato bisedat kota, pastaj kur qohesh, domethënë sikur në mesin e asaj ode atij mezhlisi ka qenë aty një ngordhësirë gomarit me erë të keqe, edhe ju keni qenë rreth aty, apo kanë qenë njerëzit rreth aty dhe kanë ngrahën pe asaj kufome edhe pastaj qohen. Ç'ka është vëllazër kështu? Ka thënë pejgamberi alayhis salam gjendja këtyre njerëzve, thot wa kanat alehim hasra. Jo vetëm kaq, mirë po ka me pas për ta ka me kanë pikëllim edhe dëshpërim. Shkon do të thotë pasojat e këtij mezhlisi të kot nuk përfundojnë vetëm në atë vend. Mirë po, ki mu përballë me pasoja në ditën e kiametit kur dilsh para Allahu subhanahu wa taala kur ta takojsh Allahun, pse se ato të kocira, gjanat kota që janë fol aty çka janë shkruar në regjistrin e veprave tua, që ki me gjetë hapur kur dilsh para Allahu subhanahu wa taala. Allah thot ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Çdo fjalë që e thot njeriu e ka të gatshëm një engjëll, një melek, i cili më një herë shkruan ato. Çdo që është e shkruar dhe çdo që është e shënuar me rujt në kimë xhet në regjistrin e veprave kur dilsh para Allahu subhanahu wa taala, kimë lexu para Allahut. E pse vëllezër këto mezhlise nuk kanë to bereqet, to mezhlise të kota, sepse janë për dunja vëllezër. Tu bohen njerëzit për dunja edhe ndahen për dunja. Ajo që ai ka të bësh dunjaja. Edhe kur ngritën për hir dunjas. Kur përshëndeten çka, duke i pas zemrat e lidhura për dunjan. Andaj këto mezhlise nuk ka bereqet. E mezhliset më të mira janë ato ku përmendet Allahu subhanahu wa taala, ku njerëzit mësojnë për fenë e Allahut, e mëson një ajet, një hadith, një dispozit fetare, një shpjegim të një ajetit. Mezhlise ku kujtohet Allahu subhanahu wa taala. Mezhlise kur ti qohesh, nuk qohesh me gjunahe, nuk qohesh domethënë me zemër të rënduar që tu ka dobësu imani, mirë po çka përfiton, edhe të shtohet imani, shtohet bindja në Allahun subhanahu wa taala, shtohet dëshira me bë punë të mira, mu largu prej gjunaheve. Shtohet në mezhliset e hajrit. Ndërsa mezhliset e kota, xhanave të kota, të gibetit, përgojimit, gjunaheve, talljeve, përçeshjeve, këto vëllezër janë mezhlise të shejtanit që vetëm e largojnë njeriu nga Allahu subhanahu wa taala, ta hupin kohën edhe ta prishin zemrën.
Edhe në ditën e Kiametit, siç e dëgjut hadithin, kemi i rapi shmang vëllezër për këto kohë që i ke çu, domethënë këto gjana të kota pa e përmend Allahun subhanahu wa taala. Andaj kjo na bën neve që na do të me pas kujdes vëllezër me rujt kohën, edhe kohën tonë me e mbush në gjana që e kënaqin Allahun subhanahu wa taala. Sallallahu ibn Kaimi po thot fa innahu yudhi'u al-waqta fil mujrayat. Këta njerëz më që e hupin kohën, që janë këto al-mujrayat, von gjana që ndodhin rrethana që ka ndodhur ngjarjet, von folin për gjana që po ndodh. Gjana von pa dobishme. A dëgjove çka kish ndodh, a e pa çka ish bë, a e pa çka i kish thënë filanit, a e pa kështu. Bon gjana që nuk ka kur far dobi në to. Ajo çka është hala më e keqe vëllazër, kur bëhen çka folin për tjerë që kanë bërë edhe bëjnë gibet. E përgojojnë tjetrin, kur ai nuk është prezent. E çka është gibeti? Pejgamberi ka thënë dhikruka li akhika bima yakrah, ose dhikruka akhaka bima yakrah. Kur e përmend për vllahun ton musliman, përmend gjana për cilat ai i urren. Ti e përmend filani kish bë kështu, mirë pa ai nuk ka çfarë vëllezër që ato gjana më u përmendën për mezhlise para njerëzve. Andaj rezultati i këtyre ndajave vëllezër të kota është që ta hupin kohën edhe ta prishin zemrën. Dy gjana vëllezër që janë shumë të rëndësishme. Koha, gjëja më e shtrenjtë, më e çmueshme që e posedon është koha. Andaj nëse angazhohesh në këto mezhlise me gjana të tilla vëllezër komo të hub koha, e se rezultati i kësaj edhe komo të prish vëllezër çka zemra. Shkon vëllezër gjendjen e këtyre njerëzve që merren me gjana të kota, e ne lutim Allahun subhanahu wa taala që më udhëzoj vëllezër gjithë. Sa vëllezër orë tana qëndrojnë para televizorit, qëndrojnë para rrjeteve sociale, qëndrojnë para harameve, qëndrojnë për kafeteri, qëndrojnë për ndaja të kota. Edhe aty ju humbin vëllezër çka obligimet ndaj Allahut subhanahu wa taala, i ikin namazet. Nuk e kujtojnë fare Allahun subhanahu wa taala, i ikin obligimet që ai kanë karshi familjes, karshi prindve. Orë të tëra ku nuk ju shkon fare ndërmend, jo me gjuhë mirë, po as mend nuk ju shkon Allahu subhanahu wa taala. Këto vëllezër që thamë janë mezhlise të shejtanit, Allahu na ruaj, ku nuk ka bereqet në to mezhlise, nuk ka bereqet në ato mezhlise as në ata njerëz vëllezër që ulen edhe rrin to. Sallallahu ibn Kaimi thot këto i gjana thot që ta hupin kohën, thot edhe ta prishin zemrën, thot wa kullu afatin tadkhulu ala al-abd, çdo defekt i cili hin tek njeriu, thot fasababuha daya'u al-waqti wa fasadu al-qalb. Kthehet dy gjana, humbja e kohës edhe prishja e zemrës. E çka është kjo? Çka ka pas me qëllim këto Ibn Kaimi me këto dy gjana? Këto po e lajm vëllezër për dersin e radhës. E ne lutim Allahun subhanahu wa taala, na sjell dobi ma që dëgjum. E lutim Allahun subhanahu wa taala më na ashtu dijen e khairit. Sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.